Mbrëmba, kthehemi në episodin e dytë. Kongresi Arsimor në qytetin e Lushnjës, Lushnja, qyteti i dy kongreseve. Me mua përsëri dy historianë, Lilian Gjika, Niko Ferra. Faleminderit që jeni prapë pjesë e emisionit të dytë për dy kongreset në qytetin e Lushnjës. Ta nisim gjithçka për Myzeqen, gjithçka që ne dhe ju si historian hidhni ato faktet në letra për të gjithë shikuesit që janë pjesë e emisionit Personazhe në Fokus. Pikërisht pse u zgjodh Lushnja përsëri për të bërë kongresin e parë arsimor? Në këtë rast mendoj se ka qenë një përzgjedhje e goditur e ministrit të arsimit, Sotir Pecit, një personaliteti të kohës. Sotir Peci, në mos gaboj Niko, ishte diplomuar në Athinë, kishte emigruar në SBA, kishte luajtur një rol shumë të rëndësishëm me lëvizjet e organizimit të shqiptarëve të Amerikës, me botim gazetash, me krijim shoqatash, dhe ishte e rikthyer në Shqipëri, jo vetëm me autoritetin e tij si intelektual, si veprimtar i shquar shoqëror dhe kulturor, por edhe si përfaqësues i lobit shqiptar të Amerikës, i komunitetit shqiptar të Amerikës. Sotir Peci, në këtë shtëpi, në shtëpinë e Kasëm Fugës, do të ishte një nga protagonistët kryesor të Kongresit të Lushnjës të janarit të vitit 1920, ku do të zgjidhej dhe një kryetar i Kongresit dhe pjesë e kabinetit qeveritar të kryeministrit Sulejman Delvina. Në 11, po të bëjmë një kronologji të thjeshtë, në 11 shkurt të vitit 1920, qeveria u vendos në Tiranë dhe Sotir Peci nga 11 shkurti 1920 drejtoi dikasterin, po përdor shprehjen, apo Ministrinë e Arsimit, duke u kthyer dhe duke bërë një retrospektiv, por numëroj shkurt, mars, prill, maj, qershor, korrik, fin në muajin gusht. Në 15 gusht ai bëhet iniciator i thirrjes së kongresit të parë arsimor shqiptar në qytetin e Lushnjës. Ka një letër që ai dërgon fillimisht të 12 përfaqësuesve që do të merrin pjesë në kongres, u quajt kongres, por më sakt në aspektin profesional, nga pjesëmarrja, nga numri i limituar i pjesëmarrësve, dhe duke qenë se ishin ftuar specialist dhe intelektual, personalitetet të fushës së arsimit, mendoj se duhet ishte një konferencë vendimarrëse për arsimin, sepse kongresi ka kuptimin e një mbledhje më të gjerë. Dhe ishte pikërisht zgjedhja e tij, ku pikërisht në letrën ftesë që i dërgon pjesëmarrësve, thekson do të mblidhemi në qytetin e Lushnjës si një qytet historik, por dhe si një vend i qetë. Pra, këtu del edhe në patriotizmi, klima e ngrohtë, shoqërore, miqësore, intelektuale, politike, që krijoi Lushnja me një përvojë shumë mirë pozitive, siç ishte ajo kongresit të janarit, kongresit kombëtar të janarit të vitit 1920, dhe një intelektuali, një figure jo vetëm politike, kulturore, por edhe profesionale, një ministri të sprovuar të arsimit si Sotir Peci, të merrte iniciativën që këtë kongres të parë arsimor ta zhvillonte në qytetin e Lushnjës. Ju zoti Ferra, si e shikoni? Dëshira është të plotësoj në një detaj, në një gjë që mendoj që ishte momenti i duhur. Lufta e Vlorës sapo kishte përfunduar. Dhe imagjinoni, ndërtimi i shtetit shqiptar niste nga arsimi. Qofse do të forcosh një kom, duhet që ai të jetë i zhvilluar nga ana arsimore.
Dhe ai pikërisht këtë bëri, qysh 26 korrik i dërgon shkres. Por unë do të shtoja pak atë letrën e Sulejman Delvinës, që thuhet që gjendja e arsimit në atë periudhë është e mjerueshme. Diku 800 mësues frekuentoheshin shkollat nga vetëm 3% e popullsisë, me tekste që ishin të franceze, italiane, austro-ungëreze, të pa unifikuara. Pushtimi italian la dhe i pasoja, sepse tekstet i ndryshoj. Gjuhë shqipe gati e hoqën fare, sepse ka dokumenta që thuhet në 70 shkollat të Shqipërisë, as nuk bëhesh fare për gjuhë shqipe. Pra imagjinoni çfarë presioni në vetëm pak kohë, në vetëm pak muaj, ata nisën të mblidhin gjymtyrët e shtetit dhe të ngrinin sistemin arsimor, por që duhesh formatuar, duhesh pra një sistem shumë i mirë, i menduar për ta organizuar. Dhe patjetër që ai zgjodhi Lushnjën. Ndoshta fjala vendi qet mund të lidhet me për momentin që s'kishte përplasje lufta të brendshme, por edhe këtu lushnjarët, siç e deklaroi te Iliani, ditën të organizonin kongres. Gjatë gjithë ditëve që zhvilloi punimi kongresi politik i Lushnjës, nuk ndodhi asnjë incident. Dhe ja besuan përsëri popullat Lushnjës, qytetit Lushnjës. Unë mendoj në këtë rast, pa dal nga skenari, mendoj se nga rezervat apo përballjet që kishin mendimet e ndryshme të grupeve, siç po i thonë dhe sot grupeve të interesit, grupit të interesit të zhvillimit kombëtar, ta saktësojmë për teleshikuesit, mendoj se u zgjodh Lushnja larg qendrave të mëdha qytetare të Shqipërisë atëhershme, po përmend Shkodrën, Korçën, Durrësin, Elbasanin, nuk bëhet fjalë për jugun e Shqipërisë. Vlora dhe Gjirokastra ishin akoma nuk ishin bërë pjesë e shtetit shqiptar, sepse në ditët e para të ngushtit të këtij viti në futën forcat qeveritare, të paktën në Vlorë, por duhet të ndalem edhe tek ajo që përmenda pak më parë, tek muajt kalendarik. Qeveria e Sulejman Delvinës e nisi veprimtarinë e saj të mirëfillt, po marrim datën 11 shkurt. Ndërkohë që viti shkollor duhet të ishte viti shkollor dhe viti mësimor duhet të kishin nisur. Pra jemi në prag të vitit shkollor dhe të vitit të shtatorit pati viti. Të vitit mësimor. Shtator, qershor viti mësimor, dhe shtator viti shkollor. Pati edhe çik ai lobingu që përmendëm. Se Aleksandër Xhuvani nuk donte që të mbahej kongresin Lushnjë. Le ta themi, janë dokumente. Profesor Aleksandër Xhuvani. Do them unë personalisht, janë dokumente. Është vërtet. Dhe Aleksandër Xhuvani nuk mori pjesë as ditën e parë të hapjes, sepse këmbgulte. Pavarësisht se ministria e kishte projektuar si autoritet të madh që të drejtonte dhe drejtoi kongresin, ai e drejtoi, por edhe një ditë me vonesë sepse donte që të mbahej në Elbasan. Ndoshta këto rezerva të Sotir Pecit si një njeri që njihte mirë realitetin shqiptar, i sprovuar, ndoshta duhet të kenë qenë tek pjesa le të ndalim vonë, e dialektit të Elbasanit, që në tekstet shkollore u mor si u pranua me disa moderime ose ndryshime në tekstet shkollore. Ne vim së bashku të tre për emisionin Personazhe në Fokus me emisionin e parë Lushnja e Kongresit 120-s. Tashmë jemi kthyer te Lushnja e Kongresit të Arsimit. Dhe pyetja ime e parë vjen direkte. Cila ishte konteksti historik dhe shoqëror që çoi në organizimin e Kongresit Arsimor pikërisht pse në Lushnjë? Ajo që ju folet pak më lart, por duke vendosur pak atë pikën mbi i. Pse pikërisht Lushnja përsëri? Mendoj se e zauruam gjatë bisedës, u ka përgjye dhe por meqense ju këmbgulni, natyrisht unë do t'ju respektoj si bashkëpunëtor, patjetër që po, si mik,
por edhe si jeni juve shefi i drejtimit tre bashkë të emisionit, po e them është unë i përbahem pikërisht për ligjes parë, po i drejtohem edhe Nikos. Në lushnja i kishte dhënë provat që ditët bënë kongres. Që dinte të bënte aktivitete, kushtet ishin më të mirat dhe plotësonte dhe një kusht tjetër, nuk hynte në rivalitetin e qyteteve të mëdha të Shqipërisë. Lushnja ishte një qytet, të themi, qytet i vogël i Shqipërisë, një qytet me ambicie, një qytet që tregoi dhe ka treguar më së miri veten në histori për meritat që ka, dhe që edhe të vim tek përgjigja përfundimtare, diti të organizonte një kongres shumë të mirë që hodhi bazat e arsimit kombëtar shqiptar. Të kalojmë tek ajo pjesë e pyetjeve që ndoshta për ju është pak domethënëse nëse do keni mundësi për të shprehur për gjithë audiencën e emisionit. Kush ishin figurat më të rëndësishme pjesëmarrëse në këtë kongres dhe çfarë roli luajtën lushnjarët? Le ta nisim Niko këtu. Po drejmë rolin. Niko do ta lëm na japi një përgjigje më të fortë. U ftuan specialistë më të mirë, 13 delegatë. Erdhën këtu. Ditën e parë nuk ishin të gjithë, ishin 7 veta, por ditët e tjera u plotësuan numri. U ftuan që të merrnin pjesë edhe mësues me përvojë nga zona e Lushjes. Por kishim edhe një kryemësues e Fierit, ta përmend sepse kanë dhe kolegën tonë, Anastas Laskën, Ikonon Kozmadhima, Naum Prifti, Ristët, Naum Prifti, Aleko Tefi Kardenica. Këta erdhën dhe sollën nga ata eksperjenca, sepse dhe këta ishin të shkolluar. Kishin bërë Zosimen, kishin bërë edhe kurse në 17 dhe bashkë me Aleksandër Gjovani, pra i njihnin shumë mirë problematikat e arsimit. Dhe mendoj që përzgjedhja është bërë shumë e mirë dhe i kanë ftuar dhe kanë biseduar të gjitha halkat problematike që shfaqte arsimi në atë kohë. Duhet ta themi, ashtu siç e thotë dhe Iliani, që po fillonte viti i ri shkollor. Tani duhet merreshin masat. Nuk ishte regjistër, nuk ishte AMS, nuk jepeshin certifikata ku mbaronte shkolla. Merreshin si letër dëshmi, ky ka qenë, ai s'ka qenë, edhe kjo ishte letra. Pra u kërkua të bësh një riorganizim. U besua dhe u morë dhe përbazë dhe ato vendime që kishte marrë Komisia Letrare në Shkodër në 16, pra u morën dhe ato përbazë dhe ato problematikat e hasura që më herët. Dhe mendoj që përzgjedhja që bëri Sotir Peci ishte shumë e mirë, duke ftuar delegatë nga zona e Shkodrës, Tiranës, Elbasani, Pogradeci, Korça, Berati dhe Gjirokastër. Por patëm dhe nga jashtë, Jozef Fekeqi. E Shqipëri. Po, Arbresh i Zarës. Diplomor në Austri. Në Austri, pra patëm dhe pruje të tjera, pra këto ishin ata... Aleksandër Gjovani që e përmendëm. Thoma Papapano, Ilia Dilo Sheperi, Ismail Anamali, Ahmet Gashi, Pertef Pogoni, njësër personalitetesh të mirë shkolluar, intelektual, shumë planësh personalitete. Pra ishte një krahas një kongresi arsimor, ishte dhe një konferencë albanologjike e mirëfillt. 5 ishin drejtora shkollësh, që i dinin problematikat, dhe 6 ishin inspektora në zonat e tyre. Pra, po ta shikosh përzgjedhje shumë e mirë, sepse inspektorët dhe këtu luajnë një rol shumë të madh arsimtarët e Lushnjës, sepse sipas dokumentave i filloi punimet në shkollë, i zhvilloi në shkollën plotore të Lushnjës. Po me ato banga ku ulën delegatët në ato karike që ulën kryesia dhe delegatët e kongresit, i filloi në orën 9, në datën 15 gusht, dhe ku mësuesit e Lushnjës ishin pjesëmarrës aktiv. Ka një detaj të bukur aty.
Për herë të parë, unë mendoj që protokolli nis aty. Si term protokoll. Sepse u quajti mirëfillt, u ftuan delegatët, vetë na unë prifti thot, unë ndieva shumë i gëzuar kur na doli një turn përpara dhe po na brohoriste. Sqarojmë që na unë prifti nga Libofsha ka qenë pjesë e Lushnjës. Libofsha është bashkuar Fierit kur u krijuan pas luftës së dytë botërore, gjatë periudhës komunizmit, në vitin 1956, u shkëput Lushnjës dhe mbeti në prefekturën e Lushnjës dhe u bë pjesë e rrethit të Fierit. Pra të mos kemi ekuivok këtu dhe të sqaroj figura e Naum Priftit është edhe këtu. Marshkas nga Niko ka qenë një figurë e pandriçuar në historinë e arsimit në Shqipëri dhe në historinë e kulturës tonë kombëtare. Kemi dy rektor shqiptar të Universitetit të Huaja, Hasan Tasini, rektor i parë i Universitetit Spanollit, dhe Naum Prifti, rektor i Universitetit të Transkaukazis, ta shpreh qartë, në Tbilisi. Përveç saj, cilat ishin vendimet kryesore që u morën në Kongresin Arsimor në Lushë? Si vendimi i parë dhe vazhduan të gjitha vendimet me radhë? Kush mund nga ju të dy? Jo, shumë mirë, mund ta zhvillojmë në formë Niko ka shkruar. Është organizimi i arsimit. Pra u morën, siç e thash dhe më përpara, me librin e Hamzave, me mësuesit. To ishin vendimet e para që u morën direkt nga ky takim? Po janë një sër vendime që lidhen me funksionimin e shkollës. Ata e saktësuan, nuk kishte të bënte me çështje gjuhësore, sepse këtu pati pak përplasje. Në fakt ishin për çështje teknike arsimore. Të gjitha termat, mbi 200 terma, 219 terma. 219 ishin për gjuhësinë. Për gjuhësinë. Të diskutuara. Dhe të unifikuara. Dhe për të gjitha shkencat dhe për të gjitha lëndët e tjera shkollore. Për diturinë, për historinë. Pra ata i pan të gjitha. I morën vendimet më të mira për organizimin. Unë mendoj që ata një pjesë të këtyre termave edhe i shqipëruan, se nuk i thoshin dot, ishin frëngjisht, disa ishin në gjuhën gjermane, disa italiane. Pra të shikosh është një punë kolosale. Të këtyre duke pasur edhe një përvojë të dikushme 24 vjeçare në arsim, si arsimtar. Mund të them që vendimet e kuptoj shumë mirë e vë veten në pozicionin e mësuesit, dhe të vendimet e para ishin unifikimi i planeve mësimore për secilin vend. Kjo është plane sintetike atëre, kështu e emërton Kongresi. Emërtimi i unifikimi i programeve shkollore. U fut regjistri i Hamzës. Themeltari, do të thënë çdo nxënës do të regjistrohej. U trajtua problemi i shkollave shtetërore, që funksiononin si shkolla shtetërore, atyre që do të hapte shteti, por dhe institucioneve shkollore private, të cilat do të punonin mbi bazën e programeve, planeve të unifikuara, por do të kontrolloheshin nga një inspektoriat shtetëror. Pra do të kontrolloheshin nga një inspektoriat shtetëror. U mor vendimi për të hapur në qytete shkolla plotore, që ishin 5 klasëshe, në fshatra shkollat 3 klasëshe. Do të emëroheshin mësues të përhershëm në të gjitha këto shkolla, por atje ku nuk ishte mundësi që nuk hapeshin shkollat, do të emëroheshin dhe mësues shëtitës që në kushte të ambienteve të përshtatura për arsimin, do të trajtonin këto kurse. Krahas Normales Elbasanit, që do të vijonte si shkolla e parë e mesme e përgatitjes së kuadrit mësimor që do të vijonte, do të
hapeshin dhe kurse disa mujore për mësues për t'i përgatitur me shpejtësi për nevojat të ngutshme të arsimit në Shqipëri. Po kështu, u fol për gjuhën për termat shkencor, të cilët u unifikuan, kaluan të gjitha në një, sepse u nda në komisione. Kongresi punoi në bazën e komisioneve. Ajo që është më e rëndësishme u fol për këtu tek pika delikate që nuk kanë dakord, si tek dialekti i Elbasanit, i cili u njoh si dialekti zyrtar i gjuhës së përdorur në shkollë, por i cili do t'i përshtatej disa përshtatjeve ose modifikimeve të nevojshme. Por nuk pengonte prurjet në vjetënisht apo toskërisht. Dhe kjo është theksuar që huazimet nga ndikimet nga të dyja dialektet, nga vjetënishtja dhe nga toskërishtja. Te programi sintetik më pëlqen aty, se unë kam pas lidhje me arsimin, i jepte mundësi mësuesit që të mund të shtonte ndonjë gjë, nëse ai e shikonte të arsyeshme. Aty ku kishte mungesa. Pra i lihesh pak. Lihesh një lirive për një. Kurse te programi analitik, ai ishte i bashkërenduar, duke u ndarë nëpër javor. Do kishte këto pika, do flitesh për këtë, do nënvizoj dhe botimin e teksteve, shkollor të unifikuar. Pra hodhi bazat e zhvillimit të shkollës dhe të arsimit kombëtar. A ndiko kjo logjika mbas pavarësisë, Kongresit Luçës si shpallit gjithë të ligje, gjithë të vendime, gjithë kjo, a ndikoj kjo kongres tjerë? Vendimet e para që janë marrë për zhvillimin e arsimit në Shqipëri në kuadrin e shtetit shqiptar janë ato të Ministrisë së Arsimit në qeverinë e parë kombëtare, qeverinë e Ismail Qemalit, institucion që ka ministri që ka drejtuar Luiq Ngurakuqi. Të paktën gazeta zyrtare që botonte qeveria e Vlorës për lindjen e Shqipërisë pasqyron në faqet e saj vendimin për hapjen e shkollave për fillimin e vitit të ri shkollor në shtator të vitit 1913, sepse atëre korrespondon nga pikpamja kalendarike dhe përpjekjet për hapjen e shkollave gjatë vitit 1913, viti shkollor 1914, në të gjitha të zonë, në të gjitha të territor ku ushtonte autoritetin dhe aktivitetin qeveria e parë kombëtare, qeveria e Ismail Qemalit. Pra, pas qeverisë së parë të Ismail Qemalit, sepse qeveria e Princ Vili erdhi në mars, iku në korrik në shtator të 1914, nuk pati mundësi për ngjarjet që u zhvilluan lëvizja e Vorjo për krijimin e Republikës së Vorjo e Pirit, kryengritja fshatare e Shqipërisë së Mesme, fillimi i luftës së parë botërore, Vili nuk pati mundësi për qeveria e Turan Pashpërmetit, që është qeveria e dytë kombëtare shqiptare, e qeveria e Princ Vilit, nuk pati mundësi të organizonte me masa për organizimin e arsimit. Pra, në këtë kuadër, duke i qëndruar korrekt pyetjes tuaj, masat që mori ministri Sotir Peci në kuadrin e qeverisë të dalë nga Kongresi i Luçës, qeverisë kryeministit Sulejman Delvina, janë masat e dyta që merren në aspektin e organizimit të arsimit, por janë masa të karakterit shkencor, organizativ, profesional, teknokrat. Kuftohen personalitetet të cilët marrin vendimet ligjvënëse për zhvillimin, për të hedhur bazat e zhvillimit arsimor. Dhe këto pastaj plotësohen në 2 kongreset e tjera arsimore që zhvillohen në Tiranë dhe që e vunë në shinat dhe në ecurinë e tyre këtë proces të zhvillimit të arsimit. Dhe ke diçka të shtuar? Iliani e trajtoi shumë mirë, jam shumë dakord, domethënë për mënyrën, dhe nuk është se la në gjë paprekur. Mendoj që Kongresi Pedagogjik, se kështu e cilësojnë ta në letërkëmbimet e tyre, ja arriti qëllimet.
Me ato 16 mbledhjet që zhvilloi, 12 i zhvilloi në Lushnjë, vendimet e tjera, nëse ka pasur vendime të tjera, unë nuk dyshoj që nuk se kanë marrë në një vendim të tjerë përposa atyre të Lushnjës. E sqaroj, bisedat që janë bërë, mbledhjet që janë bërë në Elbasan, kishin thjesht sepse u zhvendosi punimet. Ishte padurueshme klima e asaj periudhe në Lushnjë. Po sepse u sëmurën dy delegat, prandaj duhet ta themi këtë. Epidemia e malarjes, mishkonjat e tjerë dhe u zhvendosi i përfundoi punimet në qytetin e Elbasanit. Por vendimet kryesore i morën në Lushnjë. Në Elbasan duhet ta sqaroj sepse si lushnjar më pëlqen që ta theksoj. Në Elbasan bën 3 mbledhje, por diskutuan vendimet që ato kishin marrë. Thjesht as nuk plotësuan ndonjë gjë, por thjesht pranuan ato vendime që ata epilogu i kongresit dhe sot çuditërisht ka hyrë kjo, i filloi në Lushnjë, mbaroi në Elbasan. I filloi dhe i mbaroi në Lushnjë, në Elbasan nuk diskutuan. A pati ndikim kongresi në përhapjen e arsimit të gjuhës shqipe? Po hapit natyrisht, sepse u morën vendime për hapjen e shkollave të reja. U emëruan mësues të rinj. U bë ftesa dhe atyre njerëzve të arsimor, të shkolluar intelektual, të cilët nuk kishin diploma të tjera. Shumë mësues që kanë punuar në këtë periudhë kanë qenë dhe juristë, të diplomuar në universitetet më të zëtë e Europës, të cilët si patriot ju përgjigjen kësaj thirrje, ju rikthyen dhe filluan të punonin si mësues. Shumë të tjerë që u përfshin në kurse filluan punën për hapjen e arsimit shqip. Pra, është me kontributin e Sofis Pecit, të qeverisë Sulejman Delinës, të pjesëmarrësve të këtij kongresi, arsimi shqiptar u vu në vijet e tij. Dhe pastaj më vonë do të vinë personalitetet të tjerë. Ministria e Arsimit në këtë periudhë, në pak në vitet 20-30, është drejtuar nga një personalitetesh të shquar intelektual me emër të përmasave të mëdha, të cilët kanë qenë dhe reformator të jashtëzakonshëm të procesit të arsimit kombëtar. Të gjitha këto vendimet e konsolidimit i quan më tej. Zotëra, keni diçka për shtu me detaj të vogël? Do të thoya këtë që duke e parë pas në kohë, pra vetëm në një periudhë 5 vjeçare, shikojmë që është ngritur dhe kontrolli tek mësuesi. Pra shikohet me çfarë cilësie. Pra nuk lihet më, domethënë që ai ka mbaruar një shkollë, po tani këtë e kërkohet çik më përgjithësi. Edhe fillojnë të mbajnë dhe shënim, i tërheqin dhe vrejtje. Ka raporte inspektorësh se si kanë gjetur pozitive dhe negative, dhe masa disiplinore ndaj mësuesve që e disiplinuan këtë proces në mënyrë të jashtëzakonshme. Dhe kjo ishte e parashikuar dhe në Kongresin Arsimor të Lushnjës. Dhe emërimi i mësuesve ishte ekskluzivitet i drejtë për drejtë të ministrit të arsimit, i cili nuk emëronte pa i njohur personalisht dhe pa intervistuar drejt për drejt mësuesin. A pati kundërshti ndaj vendimet e këtij kongresi në ato kohë të tjera? Kundërshti të madhe nuk pati, por pati një kërkesë nga kleri, të cilët gjykonin që ata duhet të ishin të ftuar. Por ta saktësuan që është çështje teknike, arsimi është laik dhe nuk ka lidhje fare me fen. Ndërsa ndër vendimet në favor të duke respektuar dhe institucionet fetare ishte se festat fetare për muslimanët dhe të krishterët shoqëroheshin, domethënë u morën vendime që këto festa të shoqëroheshin me disa ditë pushimi që për nxënësit për të ndjekur pikërisht ceremonialet
fetare ose nga ana tjetër zhvillimin e këtyre ngjarjeve. Pra, ka vendime të posaçme për secilin nga komuniteti që parashikon disa ditë pushimi, të cilat korrespondojnë sot me pushimet zyrtare të festave fetare. Janë festa zyrtare të sotme. Pra një vendim i marrë qysh në atë kohë. Reflektimi i vendimeve të Kongresit Arsimor në legjislacionin arsimor të mëvonshëm, si shikon? Sepse del nga konteksti, pastaj janë kongreset arsimore. Janë dy kongreset e zhvilluara, pra, janë zhvilluar që të jenë kompletuar. Të 22-shi, them që ai ka punuar, janë hapur shkolla të reja, janë shtuar numri i nxënësve, nuk po them që janë bërë me shkop magjik, por kemi një rregullim të arsimit. Më pas, po. Kongreset arsimore pastaj e patën më të lehtë, kaluan në çështje teknike. Për të kaluar te një pyetje tjetër, a ka dokumente origjinale të mbetura nga ky kongres dhe ku ruhen sot ato? Besoj se për shembull, unë i kam hasur në arkivin e shtetit, në fondin e Sotir Pecit, por do të thoja që edhe familja e Mihal Bellkamenit ruan mbledhjet e fundit të kongresit. Ato mbledhje që fillojnë nga mbledhja 12, 13, 14, 15, 16. Pra ruajnë ende dhe sot, ata mi kanë vënë në dispozicion dhe unë një pjesë të tyre kam dhe publikuar, dhe them që ka edhe të tjera dëshmi që mund të ta plotësoni që nuk janë në arkivin e shtetit, por që do ishte mirë që ato të dorëzoheshin dhe të plotësohesh për të lehtësuar punën e studiosëve dhe historianëve, por janë dhe pasuri, tashmë janë pasuri kombëtare. Më ka rëstisur edhe një letër, afërsisht një letër pak a shumë me përmasase, nuk mund ta them dot saktë, po midis A4 dhe A3-shit, ku ata kanë hedhur të gjithë firmat, pjesëmarrëse dhe e quajnë Kongresi Pedagogjik i Lushnjës. Këtë e lam për përkujtim. Dhe ka dhe një sër botimesh në këtë të autorëve bashkohor, edhe të autorëve vendor lokal, të cilët i kanë pasqyruar, por të mos harrojmë, ky kongres është zhvilluar në kushtet e zhvillimit normal të shtetit shqiptar dhe një dokumentacion shumë i rëndësishëm është ai i shtypit të shkruar të kohës, i cili pasqyroi gjithësisht vendimet e kongresit dhe ishte në rast se kishte një frym unifikuese të vendimeve, një frym konsensusi që është nga tiparet kryesore të demokracisë, funksionimit të demokracisë, konsensusi, media shtypi, po përdor, ka pasur diskutime nga më të ndryshme, do të thënë, shtypi i bëri diskutimet dhe ndikoi dhe në vendimet e kongresit si një lobbying pozitiv, pavarësisht se këta personalitete ishin nuk lëviznin nga bindjet e tyre të qarta për dhe të mendimet që kishin dhe idet për zhvillimin e konsolidimin e arsimit. Do të shtoj edhe një detaj për të parë vizionin e tyre, se më pëlqen domethënë kur çfarë lloj vizioni kishin. Në 22-shin i dërgojnë të gjithë mësuesve që të mblidhin dëshmitë, ngjarjet, gojdhenat, gjetjet arkeologjike, që më ka ndodhur dhe me Qazim Përmetin, që ka mbledhur gjithë ato dëshmi arkeologjike dhe i ka dorëzuar në vitin 1923 dhe nuk janë botuar pas gati një shekulli. Atëherë u morën vesh. Por gjitha i mblodhën sepse e dini shumë mirë rëndësinë e tyre. Imagjino jemi në vitet 21-22. Po sot duken të pamundura, por në atë kohë ata e dini shumë mirë rëndësinë dhe i quan të gjithë arsimtarët, i kushtonin vëmendje, i dhanë dhe pyetjet e dura, që si do t'i drejtoheshin njerëzve. Se mund ta pyesësh dino që jo nuk di. Por t'ia kujtuar kujtesën, pra të gjitha këto ishin pjesë e këtij kongresi, pra për të ruajtur, jo vetëm për ta zhvilluar, por edhe për të ruajtur të qenit tonë. Gojdhen, historinë, trashëgiminë. Për të kaluar një pyetje për të dy, si mund të shihet sot trashëgimia e këtij kongresi në sistemin arsimor shqiptar? Unë do sugjeroja që të fliste Miku në këtë drejtim,
Mendimet janë të dyve. Ta precizoj, Niko ka botuar së fundi në bashkëautorësi një monografi për Mësuesin e popullit dhe Anastas Vlaska, i cili ka qenë i ftuar për të ndjekur punimet e Kongresit të parë arsimor të Lushnjës, i cili do t'i transmetonte të gjitha këto vendime në mënyrë të drejtë për drejtë në veprimtarinë e tij të përditshme si mësues, si kurrier mësues. Dhe të verë, ju keni diçka? Plotësuar atë çka? Plotësoj ata unë. Domethënë, ideja është kjo që të gjitha këto vendime ata i transmetuan dhe objekti kryesor dhe subjekti i punës tyre ishin pikërisht nxënësit. Dhe nga këto shkolla kanë dalë nxënës të cilët janë të lidhura me vendimet e tij kongresi, që u bën personalitetet të shquar në Shqipërinë e kohës ku jetuan. Ju zoti Ferra, keni nxjerrë librin, keni diçka? Po libri është, domethënë, flet edhe për detajet, këto vendimet e kongresit si u përcollën, mësuesit i morën vesh, domethënë, çfarë vendimesh u arrit, si u arrit. Dhe këto sollën atë zhvillimin. Pra sollën pasaj dhe pak Te i kaluan të gjitha pengesat dhe ngërçet që pengonin zhvillimin e arsimit. I morën dhe mësuesit, pra i verifikuan që këta mësuese kishte edhe plot mësues të tjerë. A ishin të denj, a e kuptonin shumë mirë, sepse kishte edhe mësues, siç thotë në dokument, që mund të ishte shumë i mirë matematik, por nuk e njihte mirë gjuhësinë. Dhe këtu lindi problemi që nuk mund të jetë një mësues për gjitha lëndët. Dhe këtë Por për përcaktimin e lëndëve pas. po përcaktimi dhe kjo do të vinte me kongreset e tjera. Pra baza ishte që t'i linte derën hapur rregullimeve të tjera, siç ndodhi, se nuk është vetëm një kongres, janë gjithë ato kongrese, është dhe kongresi i arsimtarëve dhe ai vetëm 3 ditë përpara çlirimit të vendit, i 44-s. Edhe ai që është mbajtur në Korçë. Aty fillon masiviteti i arsimit. Dua të kujtoj që ata prindër që nuk i çonin fëmijët në shkolla gjobiteshin. Ligji Pra, përcakton i qartë. u thënë dhe para gjykimet. Se mirë ishin 3%, vetëm 3% e popullsisë shkon në shkollë. Po vajzat që mund të ishin tek këtu, nuk them se s'kishte, por mund të ishin tek këtu. Pra imagjinoni që theu dhe tabut e tjera. Në 1929 u krijuan për herë të parë, në vitin shkollor 1929-30, u krijuan për herë të parë klasat kolektive, sepse deri në 1929 klasat ishin të ndalë, veçmas për djemtë, veç për vajzat. Në atë vit fillon klasat mikse. Por të mos harrojmë se ndoshta edhe shumë prindër jemi në Shqipërinë e viteve 1920 kishte para gjykime për vajzat për të shkuar në shkollë, por një pjesë e madhe e prindërve në kushtet e fshatit i angazhonin fëmijët e tyre me ekonominë, me aspektet e ekonomisë shtëpiake. Dhe këtu Niko ka shumë të drejtë që në legjislacionin e mëvonshëm që u kompletua për arsimin, kishte gjoba të veçanta ndaj prindërve që zbatoheshin nga autoritetet vendore. Disa gjoba në vitet 20-22 janë vendosur në Divjak, Libofsh edhe në Lushnjë. Për ata prindër që nuk pranonin, por që duhet zbatuar ligji. Për kaluar të pyetja e fundit, çfarë mesazhi la Kongresi Arsimor për brezat e rinj në lidhje me rolin e arsimit dhe ndërtimit të kombit? Po ishte pikërisht ai hodhi bazat e arsimit kombëtar, sapo e tham, por krijoi dhe traditën, këtu duhet të ndalem pak sa, të zhvillimit të kongreseve arsimore. Siç ndodhin me kongreset e mëvonshme të Tiranës, dhe që krijoi dhe hodhi dhe idenë e botimit, të cilën e anashkaluam të një gazete ose të një organi shtypi për arsimin. Siç do ta luante këtë rol më vonë gazeta Mësuesi, që do të ishte një tribunë e diskutimit të problemeve të rëndësishme që ka arsimi, të prezantimit të përvojave të mira, të përvoja pozitive,
të kritikave ndaj rasteve dhe anomalive që krijoheshin, pra ishte një tryezë në thonjza e diskutimit dhe trajtimit të problemeve kryesore që shqetësonin arsimin dhe e informimit të mësuesve, nxënësve dhe të opinionit të prindërve. Por duhet të ndalem tek vizioni i veçantë që kishte ministri Sotir Peci dhe tek hapat e kujdesshëm të tij për zhvillimin e Kongresit, që ishte problemi kyç për zhvillimin e arsimit, sepse dihet që me arsimin janë të lidhura të gjitha familjet shqiptare, të gjithë individët. Është një proces jetësor që lidhet me mirë funksionimin e çdo shoqërie. Nuk ka një kom të zhvilluar pa një arsim të fortë. Ky është thelbi i Kongresit. Pra qofse duam një kom dhe një shtet të fuqishëm, duhet kemi dhe një arsim të fuqishëm. Dhe këtë e kanë shprehur dhe në periudhën e mëvonshme të gjithë pjesëmarrësit e Kongresit, kur në përshëndetje që bënin forume të ndryshme, arsimore dhe kulturore, flas për Shqipërinë e pas luftës, së dytë botërore, atë pas krijimit, por dhe në kujtimet e tyre, të paktën profesor Ahmet Gashi, profesor Aleksandr Xhuvani, Thoma Papapano, që ka qenë një figurë, apo Basho Thomai, siç njihet në Gjirokastër, që ka qenë një figurë e nderuar dhe që janë njohur dhe për aforizmat e tyre dhe fjalët me pesh që kanë thënë për zhvillimin e arsimit, të cilat edhe sot ekzistojnë si slogane kryesore. Pikërisht, kalojmë aty në fund për të dalë pak edhe në konteksti i emisionit të sotshëm. Si shikoni gjuhën shqipe sot të shqiptuar nga të rinjt në shkolla ku sot ka hyrë teknologjia? Ky është një problem tjetër që nuk ka të bëjë me brendimin e emisionit. Dalë në kontekstin. Juve keni shumë të drejtë, sepse vetë specifika e Kongresit për problemet e kufizuara që vetëm për fushën e arsimit që trajtoi dhe që ndikimet i ishin në fushën e arsimit, e bën një emision jo të në kozgjatjen që ju synoni dhe që kërkoni, dhe mendoj që ua sugjeroj të juve dhe kolegut Ferro se mendoj se çështjet u ezauruan. Ky është një problem që i përket më shumë njerëzve që merren me edukimin. Ne trajtojmë historinë tek ajo që Lushja ka bërë me 22 kongreseve, po para se të unë të kaloj të pyetja, u thash, do dalim pak nga konteksti i emisionit. Këtu i dashur gazetar, unë duhet të tregoj një pakalueshëm se ata mbrojtësit në futboll në krahun e tyre, të pakalueshëm në krahun e tyre, studiuesët dhe historianët merren me trajtimin e ngjarjeve që kanë ndodhur. Mendoj se kjo është një fushë e arsimtarëve, e mësuesve, e sociologëve, e ekspertëve të fushës. Gjithsesi, kjo edhe të ndërhyrje nuk ja zbeh vlerë të Kongresit, lushnjës dhe na bën që të jemi si protagonistë e emisioneve tuaja, të vim më të përgatitur edhe për diskutimet kontemporane që të realitetit të përgjithshëm. Pra tash do unë që thjesht po dali jashtë kontekstit e emisionit thjesht për një pyetje, sepse sot shikojmë që gjuha, se po flasim për arsimim, po flasim për historinë e arsimimit. Ta breza sot, a janë këta ato breza që do përcjellin nesër historinë, sepse kur ne divijojmë që një histori patjetër në diplomatike janë breza që janë më të kompletuar etj, por gjithçka shikohet në aspektin e kohës. Megjithatë, keni diçka, kjo i përket një paneli tjetër, një emisioni tjetër. Patjetër që do jemi bashkë përsëri. Ajo që thash dhe që e them gjithmonë, e kam bërë dhe si
Leitmotiv them statusi dhe roli. Statusi i Lilian, studiues i historisë, roli i tij për folur për historinë. Pedagogjia, mësimdhënia, didaktika, proceset anësore pastaj të edukimit të brezit i takojnë specialistëve të fushave të tjera. Izet Ferro? Nuk është çështja e treguarit diplomat, por thjesht unë do t'i sugjeroja drejtorive arsimore dhe zyra arsimore që të kenë çik bashkëpunim më tepër me muzet, me atë të fijit, të Lushnjës apo ku do qofshin ata. Sepse ndihmon më shumë brezin e ri që të kuptojë më mirë ngjarjet. I kanë dhe më të thjeshtuar, i kanë dhe me pamje, i kanë dhe me telefon, i kanë dhe audiovizive, pra të jepet çik mundësi e bashkëpunim, sepse mua më pëlqen kjo që shpesh më kanë ftuar të shpjegoj për krenaren, të shpjegoj për veshjet, por kanë vajtur, kur nuk kanë thënë jo. Dhe mendoj që kjo duhet jetë e përfshirë të gjitha shkollat, jo vetëm një tek këto dy, por duhet jetë segmenti shkollë, muze dhe rikthim, sepse nuk është vetëm është dhe muzeu që punon sot në mënyrë virtuale, ose digjitale me nxënësit, ai që quhet muzeu në shkollë ose në natyrë, në oborrin e shkollës, duhet jetë një segment që duhet ndjekur me rigorozitet. Por si përfaqësues të institucioneve ne jemi të hapur ndaj, sepse muzet tona, si në Lushnjë ashtu dhe në tjerë, janë muze që kanë si prioritet dhe aktivitet kryesor dhe ndërmjet tyre edukimin e brezit të ri, të nxënësve dhe të studentëve. Po kjo ishte pyetje e fshehtë, nuk ishte pyetje hapur, gjithsesi ju nuk dolet nga natyra e gazetarit klasik të trajtimit të problematikave siç e kanë gazetarët e kronikës. Kjo do të thotë i dashuqimi që do të zhvilloni më tepër emisione me ne, që t'i largojmë problematika dhe të trajtojmë vetëm historinë dhe të kaluarën. Ta parë, u falenderoj të dyve që ishit pjesë e 2 emisioneve rrjesht, e 2 të shtunave rrjesht, 2 personazhe në fokus. Gjithçka sollet atë çka historia ka shkruar. Sollet realitetin e kohës, pikërisht në Lushnjën e kongreseve. Ju falenderoj që ishit pjesë e emisionit. Të dashur shikues, këto ishin 2 emisionet një pas njëshme për Lushnjën e 2 kongreseve. Nga unë, nga zoti Gjika dhe zoti Ferra, miru takofshim në emisionet e tjera të ardhshme. Mirupafshim.